përfaqësoj një lagje të fshatit Mamël, Çaje. Atje jemi 45 familje, nuk kemi as rrugë, as i gjo prej 30 sa vjetësh nuk është bo as i gjo. Vetëm që kemi bo në mënyrë individe, që kemi marrë në kamion zhavër, në qik qemente, që kemi mush gropat, po në shteti s'kemi pasë asë lojnime. Po, kemi lajmëruar ndë njerëz, do ketë ndonjë investim? Po, ka pas, se kemi kënardhë ato kërëplagu, nga bashkia, i kemi kërku që të në animojnë në të nashun. S'kemi kamiona, s'kemi ku ta morim, s'kemi lek. Jemi 25 familje. Si kjo situatë janë të gjithë banorët? Janë gjithë banorët, krejt. Janë për faqe zezë. I përllim që mund të bëjmë fshat, nuk kemi ku ta qenë. Edhe me që do ta qenë një alë domatje, do ta qenë salës në Tiranë, ose në Elbasan. Salës shkojnë. Në Kozën, janë përrejt, i shqitë bjerë janë përrejt, nuk janë të rrugët të pakalueshme. Nuk flitet për rrugët mobilistike, për rrugë kalon njerëzit në kam. Nuk e me unë një indjarë. Jemi në rrugën Fshatit Mamël, 3 kilometra rrugë, nuk pa këm rrugë me asfalt, pa këm me çaku. Nuk ka se bashkia 50 kamiona çaku me pru. Na balozë me jetën në rrugës të Fshatit Mamël. I bajmë rrugë me barele, i qisin poshtë autostradë. Që na s'kemi as rrugë as gjë, atë syn as ambulancë as gjë fare. Atë syn as makinë, vetë 3 kilometra rrugë as gjë fare. Po lozim me jetën e rrobët kur si shpallë djali. Do thonë nuk po kërkojmë diçka, rrugë po kërkojmë. Tash, është dhe kohë fshate, të gjithë ngjiten Mamël. Do me thonë ngjiten Mamël për arsye e votash. Mos të vinë Mamël kot me kërku vota. Se nuk kemi më mirë, nuk do dalim fare me votu, sa të vinë votojmë to. Nëse do mbledhoni ta mbaroj, tash në respekt banorëve të pranishëm në salë, që meritoj vëmendje. Jo. Keni firmos. Jo, pa ekipin se po keni për respekt mora se ju keni firmos dhe keni autorizuar. Po ne për respekt